Ju përshëndes, sot do t'ju tregoj se si bëhet krasitja e rrushit prej vitit parë deri te viti i prodhimit. Edhe shkojmë kështu. Qofse një hardhin vitin e parë nuk është zhvillue atë sa duhet, edhe nuk e ka trashësin, llastari, normalisht që mund me qenë me konë 2 llastar, 3 llastar, po unë e preferoj gjithmonë vetëm 1 llastar vitin e parë me lonë, që ai mu zhvillue sa duhet. Edhe nëse nuk e ka trashësin llastari, sa është një laps, atëherë ky në vitin e parë duhet të shkurtohet komplet, do të krasitet komplet deri në 2 sytha, si e bojnë e tash. Shkojmë këtu, në syth e kem këtu, si duket këtu, një këtu, edhe ne e krasitim këtu. Edhe këtë pjesën e trungut e tërhiqëm se kjo është tharë edhe si duhet. Kjo është një lloj rrushit që quhet roze, është pa fara, është shumë një lloj mirë. E tash shkojmë te vitin e ardhshëm, e marrëm njërin prej llastarëve. Preferues është që me marr gjithmonë llastarin tek sythi i poshtëm. Sa më i poshtëm, aq më mirë. Edhe normalisht nëse është ai zhvilluar sa duhet, se nëse nuk është zhvilluar sa duhet, atëherë nuk duhet me marr tjetrin. E tash shkojmë te viti, domthon kjo ke viti i parë. E tash shkojmë te viti i dytë. E tash jemi tek viti i dytë. Këtë hardhi, në vitin e parë kemi prej në 2 sytha, kurse tash e prejmë, shkojmë thujse në fërmim të hardhis. Fërmimi i hardhis është shumë e rëndësishme për zhvillimin e hardhis deri te prodhimi i rrushit. E ta shkojmë kështu, gjitha sythat që janë këtu, që janë poshtë, këtë pjesën e poshtme duhet mi eliminue. Domthon i largojmë, i qerrojmë, kështu, këtë mënyrë, vetëm se e lëm një syth këtu, edhe një këtu. Për fatkeq ky është dëmtue, duhet me lëm vetëm këtu. Edhe këta tjerë sytha, edhe këta thujse eliminohen të gjithë. Kjo është e kom lënë pak ma gjatë për një tjetër arsye, për lidhjen e tinaj, po tash e largoj. Kështu. Edhe tash e lëm vetëm një syth, 2 sytha. Çata 2 sytha i marrëm, domthon që të vit sa zhvillohen, i marrëm tjetrin vit, edhe e shohim a mujna me hi me një qep edhe me një llastar prodhimin, qofse hardhia është zhvillue sa duhet. Qofse jo, atëherë duhet prap me prit edhe një vit. E ta shkojmë te viti i tretë, që me gjitha gjasat, nëse hardhia është e zhvilluar sa duhet, viti i tretë mund të jetë edhe një vit i prodhimit. Po jo edhe ma shumë kalavesha, një kalavesh, ma shumë jo. Se hardhia duhet mu formua, duhet kohë. Ta shkojmë te viti i tretë. E tash, vetëm se thuaj se jemi në vitin e tretë, edhe zhvillimi i hardhis është ardhur deri këtu. Kështu që këtu e kemi lënë vetëm një syth, me to kemi vazhdue, nuk kemi lënë një zavantësues ose një qep, se është hardhia nuk është e zhvilluar sa duhet, edhe për këtë vit, domethënë jemi tash në vitin e tretë, këtë vit i lëmi dikun rreth 3 deri në 4 llastar prodhues, po vetëm një llastar e lëm edhe kalaveshin. Të tjerët i largojmë. Edhe kjo shkon domthon gjithmonë i marrëm llastart që janë në pjesën e sipërme.
jo të poshtëm. Këta të poshtmit gjithmonë duhet të largohen. E lom një këtë, sa më afër bazës, aq më mirë se ky na duhet për vitin e ardhshëm, si qep ose si llastor prodhues për këtë anën tjetër. Edhe kështu shkojmë, domethënë e marrëm llastorët e epërm gjithmonë 1, 2, 3. Edhe tani këtu dikun ky qerrohet edhe këtu kputet. Ky është viti i 3. E ta shkojmë te viti i 4, i cili sipas gjithë gjasave normal viti i 4 nëse një hardhi është zhvilluar sa duhet, atëherë do të jetë edhe viti i prodhimit ku do të ketë edhe më shumë rrosh, më shumë prodhim. Ta shkojmë te viti i 4. E tash jemi tek viti i 4. Hardhia është zhvilluar më shumë, edhe është zhvilluar sa duhet, kështu që këtu jemi shkuar me një qep edhe me një llastor prodhues. Qepi është gjithmonë zavendësues. Edhe vlen duhet patjetër të jetë se ky është për vitin, jo për këtë vit që jem tash, vitin e 4 domethënë, po ky vlen për vitin e ardhshëm. Këtu domethënë vendosen vitin e ardhshëm, në këtë vit, vitin e ardhshëm domethënë tek rasitja vendoset se si formohet tutje ardhia. Edhe në këtë vit, vitin e 4 domethënë, i lëm një llastor, 2, 3, 4, 5 llastor, mas shumë të 5 llastor, këtë hardhim, vitin e 4, edhe shofëm se sa po mundet me i furnizue hardhia ata llastor. Edhe kështu shkon, prej vitit parë deri te viti i prodhimit, që ai do të jetë i viti i 3 edhe 3 deri në 4. Deri në 4 vit, thuaj se normal hardhin do të me lon me pushu se ai mundet me prodhu edhe në vitin e 2, po nuk është mirë për hardhin se ai do të më zhvillu një herë. Ky domthon ishte viti i fundit i prodhimit, viti i 4.